Faleminderit, jemi rikthyer në studio e teksa shohim që në fakt dita ditës kryeqytetit i shtohen edhe ndërtime të reja, do të shohim pak si është nga ana tjetër kërkesa për blerje apo për qira. Për këtë unë kam të ftuar në studio zotin Reinaldo Pipiria, drejtori ekzekutiv i Nareas. Mirë se erdhët. Kënaqësi me ju. Faleminderit. Ndërkohë me mjaft interes gjithmonë për të folur për pronat, shquhemi si popull që duam të blejmë, po kemi edhe kulturën e trashëgimit pjesës trashëgimisë së pronave. Por si paraqitet kërkesa, çfarë po ndodh në realitet? Flitet për një stagnacion në blerje dhe në kërkesë. Çfarë po ndodh në Është vërtet, nuk është për ne ky vit nuk është i çuditshëm, është njësoj si vitin e kaluar, për shkak se në të dyja momente, po themi në maj të 2024-s, po ngjashëm me 2025-s, u fol për pjesën e procesit të rivlerësimit. Kështu që aktualisht janë duke u nënshkruar kontrata premtim shitje, pra kontrata ose shitje me kusht, deri në aktivizimin e procesit të rivlerësimit. Kështu që ndoshta nuk e kuptojmë në dinamikat nga shifrat, por këto janë procese shitje të cilat kanë filluar dhe do të realizohen në fillim të 2026-s deri në fund 2026. Kjo ka qenë pjesa e dinamikës për sa i përket pronave. Pra, ju e lidhni me pjesën e pritjes për në janar dhe jo me ndonjë ndryshim të tregut, një çmim i papërballueshëm apo dinamika të kësaj natyre? Patjetër që ka çmime të cilat fatkesish në pjesën e reklamimit japin efektet psikologjike, por unë besoj që në realitet nuk janë këto çmime të cilat reklamohen nëpër media sociale, Instagram, TikTok edhe kudo, kështu që këto mund të japin një efekt, po japin efektin shumë të përkohshëm. Mendoj që arsyet kryesore pse ka një ngadalësim të tregut është pjesa e procesit të rivlerësimit. Ndërkohë, flasim pak për sezonalitetin. Ngushtet tetori konsiderohen edhe si periudha që e kanë kërkesën kulmore për qira apo blerje mbetet për të parë, por a ka ndikuar kjo stin në pasuritë e paluajtshme tek qirat për pjesën e studentëve apo edhe për të huaj që vinë, investojnë dhe bëjnë një program gjithvjetor këtu? Atë që ne përjetojmë është nga maj deri në fund të tetorit është piku i nxehtë i tregut. Pse? Sepse është pjesa e vizitorëve tuaj, e turistëve, e blerësve tuaj të cilët janë rikthyer në Shqipëri për të bërë pushime, por edhe në të njëjtën kohë ka filluar dhe një proces negociate për të blerë pronat. Ndërkohë që kur flasim për qytete universitare, kur flasim ngjashëm për Tiranën, besoj që gushti shtatori është momenti më i nxehtë për pjesën e qirat, pse? Për shkak se ka prurje me studentë të cilët për një arsye apo për një tjetër vendosen të mos akomodohen në konvikte, por të zgjedhin alternativën e akomodimit në apartamente. Kështu që është e vërtetë që shtatori për shembull nuk është muaji më i mirë për të marrë një shtëpi me qira, pse? Sepse ka mungesë në treg. Në të njëjtën kohë, i është shtuar dhe presioni i viteve të fundit i procesit të Airbnb-s, për shkak se dim që sezoni turistik tashmë nuk mbyllet në gusht në Shqipëri, por për një pjesë të mirë edhe për Tiranën, edhe për shkak të kushteve atmosferike, mbyllet pas tetorit, mbyllet në nëntor. Ndërkohë, për sa i përket kreditimit që lidhet pra me banesat, të dhënat e Bankës së Shqipërisë duken optimiste, ka patur rritje të kreditë së re për banesa në shtator në 4,75 miliard lek, një rritje e qartë. Por nga ana tjetër edhe investimet të huaja, kryesisht në drejtim të pasurive të paluajtshme, në 3 muajin e dytë kanë prekur shifrën në 149 milion euro. Si shikoni këto tregues? Mendoni se edhe masat e Bankës së Shqipërisë nuk e kanë dhënë atë efektin në ndonjë frenim në blerje, përkundrazi ka një rritje të kreditimit? Ka dy efekte që vijnë nga politika e Bankës Shqipërisë. Një është efekti të paktën sipas vërtetimit të 3 muajorit të fundit të 3 muajorit të tretë të 2025. Në një moment dilte që ka një efekt psikologjik, ka një tkurje të kreditdhënies, paktën për 2 muaj shtatori është rekuperuar. Dhe efekti që ka qenë efekt psikologjik, por ka qenë një efekt negativ që Banka e Shqipërisë do duhet ta marrë përsipër, ka qenë drejtimi i konsumatorit drejt burimeve alternative. Kështu që në çfarë? Po duhet ta shpjegoj Banka e Shqipërisë çfarë do thotë burime alternative. Në vërtimin që ka kryer Banka e Shqipërisë për pjesën e kreditdhënies, tregon që pas Nikorikut, kreditdhënia për apartamente është ulur, po themi për 3 muaj, dhe kërkesa për kredimarrje ka rënë, por kjo nuk do të thotë që nuk ka pasur transaksione, por ka rënë sepse kredimarrësit janë duke kombinuar financimin që vjen nga banka me më tepër burime alternative. Dhe kur flasim për burime alternative, do thotë borxhe familjare, borxhe informale, që asnjëherë nuk e ndihmojnë ekonominë. Kështu këto kanë qenë dy efekte, pra një efekt psikologjik dhe një efekt real për shkak të vendimarrjes Bankës së Shqipërisë. Ne besojmë ashtu siç ka treguar muaj shtator, besojmë që me fundin e vitit, sidomos me vitin 2026, do të jemi përsëri në një realitet ku do të ketë transaksione,
dhe do të ketë dhe financim nga sektori bankar derisa të stabilizojë disa tregues. Ndërkohë që kur flasim për pjesën e investitorëve tuaj, nuk ka më pikpyetje, pra ka disa vite që ka rritje shumë të mirë si pjesë e sektorit të pasurive paluajshme dhe besojmë që 1/3 e të gjithë investimet të huaja në Shqipëri do të shkojnë në pasuritë e paluajshme dhe besojmë që do të ketë pozicione që 1 në 3 prona do të blien nga të huaj. Sidomos nëse flasim, nuk do të kemi më vetëm blerës të huaj, po sidomos nëse flasim për çështjen e projekteve, besojmë që aktualisht Shqipëri ka kompani të huaja të cilat janë duke hyrë dhe duke zhvilluar projekte në zonën e Bregdetit. Pra, nuk po flasim më për blerës të huaj, por flasim për realisht investitor të huaj në sektorin rezidencël, kryesisht në sektorin e turizmit. Ju thoni ka prezencë të huaj, por ku po investojnë më shumë, ku i kemi dhe çfarë thonë treguesit e fundit, afërsisht nga cilat shtete? Kryesisht janë në zonën e Bregdetit, kryesisht janë një pjesë, kemi një përqasje nga Emiratet Arabe, pra Emiratet e Bashkuara dhe nga Saudi, por kemi në të njëjtën kohë, ashtu siç e dim për pjesën e Sazanit, kemi dhe për te oqeani, pra për themi fonde të cilat udhëhiqen nga njerëz nga Shtetet e Bashkuara. Në krahasim me vendet e tjera, ka patur edhe krahasime kohët e fundit që tregojnë se Tirana kryeson në rajon për çmimet e qyrave, të zyrave apo banesave, apo edhe të blerjes së zyrave me çmime që duken më të larta se Beogradi, Zagrebi apo Sofia dhe duke krahasuar edhe me Milanon. Çfarë ndodh me çmimet? Ka shumë diskutime në këtë fushë. Mendoj që burimi i informacionit ku referohet një pjesë e mirë e mediave shqiptare është Numbeo, i cili nuk është transparent me burimin e informacionit vetë, pra nga është duke gjetur të dhënat. Nëse futemi në Numbeo, ne shikojmë shumë lehtë që mund të manipulohen shifrat. Si mund të manipulohen? Mund të manipulohen sepse ti nuk e ke të qartë nga po i merr të dhënat. Pra, po të shkojmë te Global Property Guide, që është një nga burimet e besueshme të shoqatës së real estate në gjithë Europën, pra që është me zyra në Bruxelles, ku ne jemi antar, i tregon shumë qartë burimin e informacionit. Të dhëna janë marrë nga kjo bankë qendrore e këtij shteti, nga ky institucion i stati i këtij shteti, nga këto kompani të real estate, pra ka burim shumë transparent që ju vetë mund të shkoni dhe të klikoni. Kurse kur ti je në Numbeo, mjafton të kesh një user, ti mund të futesh të dhënat siç ti i mendon. Edhe Numbeo i merr këto dhëna dhe i përpunon dhe krahason me të tjerë dhe kaq. Pra shumë individ mund të fusin të dhëna sipas dëshirës të tyre, po pa qenë të përgjegjshëm. Pra pa mbajtur përgjegjësi për dhënat që janë duke bëjnë një filtr pasi mbledhin të dhënat dhe. Si pra, unë futem në Numbeo, nuk e kuptoj si mund të bësh një filtr. Ndërkohë që ku futem te Global Property Guide, ku futem tek Deloitte, te Property Index i Deloitte, ka mundësi ta verifikoj informacionin. Pra ka mundësi të shkoj deri në burim. Një nga elementet kryesore të researcheve, të paperave, të kërkimit akademik, por qoftë edhe të gazetarisë me integritet dhe me etikë është ti të shkosh drejt për drejt tek burimi. Burimi nuk do të jetë Numbeo. Burimi do të jetë ata që qëndrojnë mbrapa Numbeos. Kështu që shifrat e Numbeos për mua janë duhet marrë me shumë rezerva. Ndërkohë, që të themi që produkti zyrë është më i shtrenjtë në Tiranë, sesa produkti zyrë në Beograd, duhet kuptojmë se si funksionon produkti zyrë. Produkti zyrë nuk është i pavarur. Pra çmimet e zyrave janë të lidhura me të gjithë tregun e real estate-it. Pra çmimi i apartamenteve mund të konvertohet, produkti apartament mund të konvertohet në produkt zyrë dhe çmimi i apartamenteve duhet konvertohet në zyrë. Nëse ne i marrim të dhënat në Shqipëri, shikojmë që kryesisht produkti tregtar, commercial, kati zero është mesatarisht 2.5 çmimi i banesave. Pra në një ndërtesë, kati zero shkon 2.5 me katet e sipërme të banesave. Edhe për zyra është 1.5, 1.7 herë çmimi i apartamenteve, sepse nga produkt rezidencial konvertohet në një produkt komercial. Dhe nëse shikojmë të dhënat, nëse bëjmë këtë lidhje logjike siç funksionojnë tregun, i bie që produkti në Shqipëri të jetë shumë më shtrenjtë se sa produkti në Serbi, që më pas të themi produkti zyrës në Shqipëri është shumë më shtrenjtë se sa produkti në Serbi. Dhe nëse vemi të paktën në dy burime që unë këshillohem rregullisht, është Global Property Guide dhe Deloitte Property Index. Dhe nëse marrim Deloitte Property Index, shikojmë që çmimi mesatar për ndërtimet e reja, sipas Deloitte-it, sipas raportit Deloitte në 2024, në Tiranë ka qenë ndërtimet e reja mesatarisht Tiranë ka qenë 2.000 euro metri katror. Po flasim për të gjithë Tiranën. Nuk po flasim pra gjatë vitit të shkuar. Gjatë vitit të shkuar dhe nuk po flasim vetëm për trekullat e Skënderbeu, po flasim për gjithë Tiranën. Sigurisht aty janë më shtrenjtë, por është mesatarja po flasim nga fresku në Yzberish për të gjithë produktin që ka, po themi nga
nga Liçenithat deri në fund të bulevardit të ri. Pra, kjo është e gjithë Tirana. Durrësi është 1330 euro për metër katror, prapë sipas Deloitte. Nëse flasim për Zagrebin, është 2917 euro për metër katror, po flas për produktin rezidencial, që më pas konvertohet në zyra. Nëse flasim për Pragën, është 6121 euro për metër katror. Nëse flasim për Beogradin, është 2436 euro për metër katror. Nëse flasim për Novi Sadin, është 2014. Nishi është 1681. Pjesa e Bratislavës është 3909 euro. Pra, po mora paka shumë rajone. Po edhe po të vemi të Global Property Guide, e shikojmë diferencat e mëdha që ka. Kështu që më tregoni se si Tirana, pas ka çmimet më të larta se sa Beogradit, mora një nga Big Four-et, një nga kompanit e pavarur, që s'ka lidhje me real estate-in, që bën studime të besueshme. Që pranaj them që këto lajme do të edhe raporti nga të konsideruarit banesë në zyrë në disa subjekte ndryshon, edhe mbahet shumë i lartë çmimi për zyra, dhe jo të gjithë e ndjekin rregullin që ju thoni që nuk bën shumë diferencë nga një apartament apo nga një banesë. Pra, varet për ku po flasim për çmimet, sepse çmimet e zyrave në kulla janë shtrenjta. Nuk e di, sa është mesatarja e çmimeve për zyrë? Në zonat, nëse po flasim për zyra, në zonat e mira fillon nga 15 euro Tirana dhe mund të shkojmë më sipër. Po themi në zonat e mira, por sot përdorimi i ndërtesave në Shqipëri nuk është i rregulluar në mënyrë kaq strikt që ti nuk mund të marrësh një apartament edhe ta kthesh në zyrë. Dhe mendoj që duhet të vemi në këtë drejtim. Kështu që tregu sot ka alternativa dhe me 7, dhe me 8, dhe me 15 euro, dhe ndoshta dhe më tepër euro për metër katror. Varet nga lokacioni, varet nga vendi ku je dhe me kë do të bësh biznes. Në zonën e bllokut fillon nga 2200 euro deri në 3500-4000 euro për metër katror. Në qendër të Tiranës gjen edhe më shtrenjtë se sa 3500-4000-5000. 2200 kam përshtypje nuk gjen më në bllok. Po janë ndërtime më të vjetra. Mund të gjesh për ndërtimet e vjetra. Tani duhet kuptojmë që Shqipëria nuk po ndërtohet sot. Ka ndërtime të para viteve 90. Ka alternativa, është e vështirë, patjetër që është e vështirë. Ashtu siç ke alternativa në çdo vend botës dhe shtëpi të 1950-s. Por nuk është i gjithë bloku vetëm 3 rrugë. Unë besoj që ne kemi hapësira sot që të lehtësojmë ndërtuesit, sidomos për ato projekte të cilat shkojnë për një strehim të përballueshëm. Jo çdo strehim është luks. Ka strehime, ka projekte që shkojnë për të përballueshëm. Sidomos, nëse flasim edhe për pjesën e integrimit bashkimit evropian, patjetër që një ndërtues i cili garanton certifikatat më të larta të performancës energjetike të ndërtesave, mund të jetë një mënyrë për ta incentivuar që me ulje takse që të sjellë një apartament i cili nuk ka nevojë të ndryshosh fasadën e xhamit, nuk ka nevojë të bësh investime ekstra për bërë izolime termike, akustike apo për të shpenzuar në konsumin e energjisë elektrike. Pra, ka mundësi që të bëjmë për një strehim më të mirë dhe më të lirë në Tiranë, në Shqipërinë përgjithësi. Ndërkohë, çfarë po ndodh me çmimet? Ka ndryshim me kohët e fundit sipas zonave? Keni evidenca për ndryshim, ulje apo rritje të çmimeve? Në Tiranë nuk ka një ndryshim të çmimeve. Jam vetëm po themi ato projekte të cilat dalin dhe dorëzohen për 5 apo 7 vite, besoj ato janë duke dhënë perceptimin që ka një rritje të shpejtë të çmimeve, megjithatë masivisht Tirana nuk ka një rritje të shpejtë të çmimeve. Bregdeti pasaj e dim që ka dinamikat e veta, Bregdeti do të ketë dinamikat e veta. Mesatarisht, po themi, në këtë javë që ne po përfundojmë, po mbyllim, por edhe në 2 javët në vijim, kemi një pjesë të mirë të Nareas, po themi të shoqatës tonë, të cilat nga Riadi deri në New York është duke bërë promovim të Shqipërisë si një vend i cili ia vlen të investohet pasuri paluajshme. Ne kryesisht i fokusojmë në sektorin e Bregdetit, në turizëm, aty dhe ku ka më shumë interes dhe ku ka një kthim më të shpejtë të investimit, kështu që turizmi dhe sektori i ndërtimit në atë zonë ka përpasur këto dinamika, ka përpasur rritje. Ta nuk kemi të bëjmë apo të flasim me flusk në këtë sektor dhe nga këndvështrimi juaj, cilat mund të ishin 3 kërcënimet më të mëdha për qëndrueshmërinë afatgjatë të këtij tregu? Që të flasësh për flusk në sektorin pasurive paluajshme në Shqipëri, do duhet të bjerë sektori i ndërtimit, do duhet të bjerë në remitancat dhe do duhet të bjerë edhe investimet e huaja direkte. Janë 3 arsyet kryesore, pra 3 burimet kryesore të cilët kanë qenë duke, po themi, shëndoshin gjithmonë më tepër sektorin e real estate-it, patjetër që ka të panjohura në këtë mes, por të panjohura ne nuk mund t'i vlerësojmë me 100%. Ndërkohë, për një familje tipike shqiptare që kërkon të blejë shtëpinë e parë në këtë treg me çmime në rritje apo në këto nivele ku jemi, çfarë këshille do t'u jepni? A është koha për të blerë apo duhet presim?
Në një moment që gjenë mundësinë e financimit nga sektori bankar, nëse buxheti tyre familjar ja u lejon që të kenë një kredi e cila shtrihet mesatarish 15-20 vite, e cila konsumon jo më shumë se 25-30% të ardhurave familjare, atëherë i inkurajoj që të blejnë pronën e tyre të parë, të paktën të hynë në sektorin e pasurisë palueshme, të hynë në real estate dhe pas 5-10 apo 15 vitesh të mund të kenë të dytën, të mund të rilokohen. Ka projekte të cilat vazhdojnë të jenë në termat ekonomik, po themi pjesa e bulevardit të ri vazhdon të jenë në termat ekonomik, disa projekte të cilat janë në zonën e Ysberishit Astiri, po disa projekte të cilat janë edhe në zonën e qytetit Studenti dhe në drejtim të depos së ujit, pra në disa projekte që nuk janë domosdoshmërisht në qendër qytetit, vazhdojnë të kenë terma ekonomik, por duhet bërë balancë atë që bankat financon, buxheti yt, kosti i kredis, të gjitha këto nuk duhet të jenë më shumë se sa 1/3 të ardhurave familjare dhe jo më shumë se sa 20 vite. Për të huajt, përveç Bregdetit, ku i orientoni? Do duhet të ndjekim zhvillimin që duhet të ketë paketa e maleve. Pra përveç Bregdetit, duhet par paketa e maleve. Dhe besoj që ka interes nga të huajt për pjesën e zonave malore të Shqipërisë, sidomos për pjesën e Thethit, Valbonës, kryesisht në këto zona duhet ndjeku me vëmendje për të parë. Për projekte të ndasa, aty nuk lejohet ndërtim. Për projekte të mëdha, për projekte të mëdha. Por mund të investojmë, besoj që do duhet të ketë zhvillime në atë zonë. Unë nuk besoj që të gjitha do jenë vetëm hoteleri. Pra do duhet të ketë edhe mundësi për rezidenca. Si e shikoni tregun në të ardhmen? Mendoni se ka arritur pikun çmimeve dhe nuk po flasim më për rritje të çmimeve në vijim? Apo ka ende vend për të parashikuar një rritje dhe pse? Unë mendoj që 2026 do të kemi tjetër dinamik, me procesin e rivlerësimit do të kuptojmë pak a shumë se çfarë stoku kemi, që po del në treg dhe me çfarë shumimi do dalim. Nuk besoj që Tirana ka më hapësira për rritje, patjetër ka hapësira për disa produkte, pra për shembull mendoj që produkti zyrave ka hapësira për të ofruar Tiranë, për të ofruar metra katror ekstra nga çka stoku sot, dhe ndoshta me një cilësi më të mirë edhe çmime më të mira. Ndërkohë që për tregun për pjesën e banimit residential, mendoj që çmimet janë këto që janë në Tiranë. Në Bregdeti do duhet të përjetoj, fatkeqësi do të përjetoj rritje për shkak të kërkesës që është duke ardhur. Gjithashtu besoj që nëse do të ecim shumë mirë me pjesën e integrimit në Bashkimin Evropian, unë nuk pres që të ketë një rënje të kërkesës në Shqipëri. Do duhet kuptojmë që Shqipëria po shikohet porthyerse jo vetëm nga rajoni, po shikohet porthyerse për në drejtim Bashkimit Evropian nga kompanitë të cilat vijnë nga Arabia Saudite, pra po themi qoftë nga Arabia Saudite, qoftë nga Emiratet e Bashkuara, dhe fatmirësisht jemi vetmi vend që jemi pozicionuar shumë mirë dhe nga ana e politikës. Rrugët dhe infrastruktura që po ndërtohen në Shqipëri, gjithmonë nëse gjërat do të funksionojnë, do të jenë nyje shumë e mirë për gjithë Ballkanin, kështu që nuk mund të presësh që Shqipëria do të ketë rënje. Me lejet e reja të ndërtimit si jemi? Unë nuk di që lejet e reja të kenë qenë po themi në volume duke rënë, por duhet të shikohet mekanizmi. Pra ka disa iniciativa të qeverisë, ka disa vendimare, kemi këto vendimare, kemi vendimare të draftit kodit i penal, pra ka disa disiplinime dhe rregullime. Nëse do bënë në bashkëpunim me sektorin e biznesit, besoj që nuk do të kemi efekte negative në ekonomi, qoftë edhe efekte negative në iniciativet e reja të levendërtim, por unë nuk di të jetë duke u gandalsuar sektori i lejeve. Nuk ka stagnacion, nuk ka stopim të blerjeve për lidhet me janarin, çmimet mund të qëndrojnë në këto nivele për të bërë një përmbledhje, kjo është panorama aktualisht. Jemi në panoramë pozitive, mendoj që me shumë zyrtarësi, atë që kemi ndarë fatikisht në një panel në panajirin e energjisë edhe ndërtimit para 2 ditëve, mendoj që ka vend në Shqipëri, ka vend për të parë me shumë kujdes pjesa e Groundfield Project, pra po themi pjesa e marrjes së objekteve të vjetra, pra është duke bërë korporata investimeve. Ka shumë objekte të vjetra që mund të ka shumë objekte të vjetra që të mund të rivitalizohen, rinovohen, ose minimumi mund të prisë ndërtohet aty, pa konsumuar tokë ekstra. Është një iniciativë të cilën po e ndjek me shumë sukses korporata shqiptare investime, AEC-ja, për ndërtesa qeveritare. Mendoj që sektori biznesit, në koordinim me qeverinë, për ndërtesa rezidenciale private, mund të gjejë mekanizma shumë të mirë, qoftë edhe me iniciativa fiskale, për të rindërtuar, rivitalizuar, për të rinovuar ndërtesat e vjetra private.
Pra, nëse kemi një hapje, po themi në diskutim me qeverinë, mund të bëhet një partneritet publik-privat bashkë me banorët, ka pallatet vjetra pa fund. Unë mendoj që një pjesë e banorëve mund të ishin gati për të dorëzuar apartamentet e tyre të vjetra. Po nuk kanë gjithë një mendje se ky është problem, apo kanë probleme me pronësit, me sa familje ndajnë një apartament, janë probleme të trashëguara. Duhet kemi parasysh me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, Shqipëria ka përgjegjësi, qoftë edhe me tranzicionin e gjelbër, qoftë me rinovimin e ndërtesave, qoftë me emetimet e gazrave. Dhe këtu ne kemi mundësinë shumë të mirë që të thithin fonde nga Bashkimi Evropian, ose ti rinovojmë, ose ti rindërtojmë këto ndërtesa të vjetra me standarde shumë të mira, duke përmirësuar jetesën tonë. Prandaj duhet gjejmë mekanizma. Qartë. Unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë dhe gjithë panoramën që keni sjellë. Faleminderit juve, kënaqësi. Të nderuar televizionistë, këtu kemi ardhur në fund të këtij emisioni bashkë me ProBusiness. Shihemi sërish të shtunën e ardhshme në orën 16:05. Mirupafshim.